Falëndërimi takon Allahut, krijuesit të çdo gjëje të gjallë prej ujit, i cili na dhuroi këtë mirësi të madhe dhe na udhëzoi në ruajtjen e saj. Paqja dhe mëshira, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamati i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është ndotja e ujit është mëkat, ndërsa uji i lan mëkatet. Banorët e zjarrit do t'i thërrasin banorët e xhennetit duke u lutur që t'u japin ujë. Kur Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu e përshkruan gjendjen e banorëve të xhenemit dhe thotë: "Thumma la yamutu fiha wala yahya", as aty nuk do të vdesin, as nuk do të jetojnë. Në vendet pa ujë nuk ka jetë. Nëse shohim se ku janë ngritur qytetërimet dhe ku janë formuar vendbanimet, do të vrejmë lehtë se ato janë ndërtuar pranë ujit, në luginat e lumeve dhe në brigjet e deteve. Por ujin, Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu flet si për elementin themelor të krijimit. "Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy", ne prej ujit kemi krijuar çdo gjallësi. Duke qenë se çdo gjallësi e gjallë është krijuar prej ujit dhe se 2/3 të sipërfaqes së tokës janë ujë. Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu thotë: "Wa kana arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum", dhe arshi i tij ishte mbi ujë. Kur Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu flet për vendet pjellore dhe të begata, përsëri përmend lumejt dhe burimet, ndërsa njerëzit i këshillon me pyetjen: "Kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran kama ya'tikum bima'in ma'in", thot thuaj, më tregoni nëse uji juaj do të zhdukej në thellësi, kush do t'ju sillte ujë të rrjedhshëm juve? Njeriu nuk mund të jetojë pa ujë, ndërsa muslimani nuk mund ta praktikojë fenë pa ujë. Abdesi dhe gusli, përveç se janë adhurime në vetvete, janë edhe kushte për kryerjen e shumë adhurimeve. Marrëdhënia e muslimanit me ujin nuk ka mbetur pa rregulla. Burimi i ditë, i fesë sonë, sunneti, i kushton rëndësi të veçantë kësaj çështje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ngol në kursimin e ujit, në mbrojtjen e tij nga ndotja dhe në mundësinë e tij për të gjithë. Ai ka thënë: "Kush i ndalon ujin një të ekuri, Allahu do t'ja ndalojë atë në ditën e Kiametit." Sot uji në tokë është i rrezikuar. Njeriu me veprimet e tij e ka vënë në rrezik. Lakmia e tij e ka sjellë njerëzimin buz shkatrimit. Për ta tërhequr vëmendjen e njerëzimit ndaj rëndësisë së ujit, Kombet e Bashkuara e kanë shpallur 22 marsin ditë botërore të ujit. A ditë u fol për rrezikun që njeriu shkakton njeriu. U paraqitën statistika për numrin e të hetërve dhe të atyre që buajnë mungesën e ujit. Por çfarë ndryshoi pas asaj dite? Ne muslimanët jemi të obliguar ta dëgjojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili na mëson ta ruajmë ujin, ta mos e shpërdorojmë dhe ta mos e ndotim atë. Uji është një mirësi e madhe Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. Prandaj duhet të kujdesemi për të dhe ta ruajmë pastërtinë e tij. Kujdesi ndaj ujit kërkon nga ne të mos hedhim mbeturina në lumen, të mos hedhim mbeturina në forrej, të mos hedhim mbeturina në liçene dhe burime uji, sepse ato janë burim jete për njerëzit, kafshët dhe bimët. Të mos i ndotim burimet për cilave njerëzit marrin ujë për pije dhe për jetën e përditshme. Në fshatra të kujdesmi veçanërisht për lumenjt dhe burimet,
sepse shumë familje dhe gjallësa varen nga këto ujra. Të mos e shpërdorojmë ujin gjatë abdesit, larjes apo punëve të përditshme, sepse shpërdorimi është një sjellje që Islami nuk e pëlqen. Ta përdorim ujin me përgjithësi dhe t'u lënë të pastër dhe brezave që vinë pas nesh. Sepse ai që e ruan ujin, ruan një mirësi të Allahu xhelle shanhu wa xhelle xhelalu. Ndërsa ai që e ndoh ujin, dëmton një dhunti që Allahu a ka dhënë të gjitha krijesat. Ky raporti im ndaj ujit, si burimi më i rëndësishëm në Islam për jetën e njeriu, duhet të jetë i dallueshëm. Por me që Islami nuk na udhëzon vetëm drejt interesi në këtë botë, por edhe drejt shpëtimit në ahiret. I gjithë angazhimi jon duhet të jetë i drejtuar që edhe në ahiret të arrijmë në vendin ku ka ujë me bollok. E dim se atje ujë ka vetëm në xhennet. Nga Abdullah es-Sunabihi transmetohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur besimtari merr abdes dhe e shpërlan gojën, prej gojës së tij dalin mëkatet. Kur e shpërlan hundën, prej hundës së tij dalin mëkatet. Kur e lan fytyrën, prej fytyrës së tij bien mëkatet. Kur i lan duart deri mbi brela, prej tyre bien mëkatet. Kur i jep mes kokës, prej saj bien mëkatet. Kur i lan këmbët, prej tyre bien mëkatet. Pastaj ecja e tij drejt xhamis dhe namazi i tij i sjellin në shpërblim, shtesë. Që pas plotësisë së ujit në këtë botë, të arrijmë përsëri në vendin ku ka ujë me bollok dhe të hyjmë në xhennet. Le t'i pastrojmë mëkatet nga goja jonë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i pyeti sahabët, cila vepër është më e dashur tek Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelal. Ata heshën, ndërsa ai tha, ajo është ruajtja e gjuhës. Me ujë do ta pastrojmë erën e keqe të gojës, ndërsa me besim do t'i pastrojmë mëkatet tona. Nëse mjaftohemi vetëm me përdorimin e ujit, kjo nuk do të na çojë në vendin e begat me ujë në xhennet, që të arrijmë në brigjet e lumenve të xhennetit. Le t'i pastrojmë mëkatet nga fytyrat tona. Vrenjtja dhe shprehja e urrejtjes ndaj vëllaut tonë, le të zëvendësohen me nur, me buzëqeshje, me dridhë dhe gëzim kur takohemi me vëllezërit tonë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: veprat paraqiten çdo të hënë dhe të enjtë. Allahu ja fal çdo besimtari që nuk i bën shirk atij, përveç dy personave që mbajnë armiqësi mes tyre. Atëherë Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelalu thot: lërni këta dy derisa të pajtohen. Edhe duart tona mund të na çojnë në vendin ku ka ujë me bollok. Ebu Hurajra transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: kush shpenzon diçka në rrugën e Allahut, rojet e xhennetit do ta thrasin nga të gjitha dyert e tij. O robi i Allahut, hyr nga kjo derë. Shpenzon nga ajo që ke. Nuk duhet të jetë gjithmonë para, nuk duhet të jetë gjithmonë pasuri. Mund të jetë një këshill. E këshilla më e mirë është shembulli. Prandaj, përhape me veprën tënde marrëdhënien e drejtë ndaj ujit. Allahu xhelle shanu wa xhelle xhelalu do të jetë i kënaqur me veprën, fryt i së cilës janë burime, porrej dhe lumen të pastër, për të cilave ne dhe brezat që do të bijnë pas nesh do të mund të marrim abdes dhe kështu t'i lajmë mëkatet tona. O Allah xhelle shanuhu, na ndihmo që të mos mbetemi kurrë pa ujë. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.